Spitali nuk negociohet për asgjë dhe për askënd. Sëmundja në fjalë, diagnoza e tij nuk trajtohet, nuk është në listën e përfituesve. Sëmundja është shumë e rëndë, është një diagnozë e rëndë, trupi i prodhon qelb. Shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë vetëm dje për të dhënë jo 10 miliona euro siç thon sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion që ne të garantojmë. Midis jetës së shqiptarit dhe gërnetës një këngëtari, kryeministri zgjedh gjithmonë gërnetën. Po ne na ka marrë modhi t'ju shikojmë, t'ju pyesim si jeni, çfarë po bëni për Shqipërinë? Po lodhni dhe letra apo kënaqeni, ja? Çfarë po bëni për Shqipërinë? Ku jetoni? Sa po ju shkon nata te Mezon Rouge? Bëra, do ta dimë edhe ne. Sa mirë. Kryeministri i Shqipërisë gjen kohën që 4 milion euro t'ia japi një gërnet Axhiu që do vinë në Shqipëri. Teksa po hyja sot në QSUT më ndal një zotëri i cili në krah kishte edhe një tjetër, i cili ishte vllai i tij, nga pamja duke në gjendje mjaft të rënduar, pamja e tij fizike tregonte një situatë të rënduar, më kërkon ndihmë sepse më deklaron se vllai i tij vuan nga një sëmundje shumë e rëndë, por se shteti shqiptar sëmundjen, diagnozën e tij nuk e ka futur në sëmundjet të cilat mund të përfitojnë kemp. I kërkova letrën, më tregoi letrën, duket fare qartë dhe nga letra që ka shkruar mjekja që sëmundja në fjalë, diagnoza e tij nuk trajtohet, nuk është në listën e përfituesve. Sëmundja është shumë e rëndë, është një diagnozë e rëndë, trupi i prodhon qelb. Jo 10 miliona euro siç thon sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion. Ai nuk mundet do të punoj dot, jeton i vetëm. Pension nuk ka mbush moshën se është 50 vjeç, ndihmë ekonomike nuk merr, kemp nuk merr dhe jeton i vetmuar. Unë nuk e di çfarë duhet tjetër të plotësoj një person që të jetë përfitues i kempit. Dhe është një diagnozë e cila është e rëndë. Pra, këta mund të bëjnë verifikimet e tyre dhe do u dalë në përfundim se diagnoza është shumë e rëndë, një person të cilit trupi i prodhon qelb, i cili do duhet shtrohet në spital, por nuk e shtrojnë tek dermatologjia se aty ka rënë një infeksion i rëndë dhe nuk duan që të shtrojnë pacient se mund të infektohen edhe ata. E për këtë arsye ky person po mos ketë dhe vllajin e tij i cili merr një pension 120.000 lekë dhe me këtë pension ndihmon edhe vllajin, ky person do të ishte i harruar. Ndiqeni dëshminë e tij. Si e me shëndetin? Do të fare keq, ka të them më. Ne do të zero fare për këtë. Çfarë probleme shketi? Infeksion lëkur. Çfarë të prodhon kjo? Infeksion jo vetëm keq. Isfride. Kompikta kati, kurdi të vëllet, vetëm më ushtrit. A punon do ti? Jo, më po jam gjeni me punojnë, ti të gjeni aq po mirë. Ora 50 vjet. Po gati 18-19 vite punë. Sa di bëj? Ras mundi e ti. Çfarë tham, pse nuk e përfiton kempin? Kempi nuk e përfiton se nuk e ka shteti në programin e përfituesve. Përfituesve kempit. Me çfarë mbahesh ti? Mbahesh jam qella pak vllai në një gjë. A dën lagje. Moj shoku tjetër. Njëra dhe po mund vitë në presin drita tuaj, se ka nevoj më ula, më ushla. Sa ke pa i paguar? U po 2 muaj gjysë, 2 muaj shoj treti i presin, si të shpejt të avë i në zërë. Tani kuptojën e vetë, para për koncertin e Kanye West ka, për kopshtin Eden ka, ndërkohë për kemp, për një person i cili e meriton, nuk ka. Mirë mbrëma, mbledhje? Keni mbledhje për punë? Keni mirë? Si shkoni? Mirë. Po, patjetër. Po, ne na ka marrë modhi t'ju shikojmë, t'ju pyesim si jeni, çfarë po bëni për Shqipërinë? Po lodhni dhe letra apo kënaqeni, ja? Çfarë po bëni për Shqipërinë? Ku jetoni? Sa po ju shkon nata te Mezon Rouge? Bëra, do ta dimë edhe ne. Sa mirë. Jeni populli. A keni dëgjuar që bën ndonjëherë ndonjë protestë në Shqipëri apo? Lezën as nuk duan t'ja dinë, as nuk duan t'ja dinë. Nuk duan t'ja dinë. Po ti s'e ke vjen turp njerë, se këtu jeni përballë, sidomos. Ne nuk ka vjen zonë, si juva ju vjen zonë. Të vi unë dhe të kërkoj llogari. Kush po paguhet? Do të vi mua zonë. Ju me taksat tona.
Përshëndetje në Atja Mezon këndojmë Rouge, këngën, Luani Letra. Ramanburg, Ballanburg, Ramanburg, Ballanburg. Nga Parlamenti Europian, ju përshëndesim të në Strasburg, por ndërkohë që të gjithë qytetarët e Lushnjës sot gjenden midis asaj problematike të madhe që ka i spital, që nuk gjen dot medikament, që mungojnë pajisje, mungojnë të gjithë medikamentet e mundshme, Kryeministri i Shqipërisë gjen kohën që 4 milion euro t'ja japi një gërnet axhiu që do vinë në Shqipëri. Pra, në që në vend se të rregullohen mbi 200.000 banor që ka Lushnja, Divjaka, me hallet e problemet që kanë ata, me ato godinat të diskredituara që janë, Kryeministri gjen kohën të japi 4 milion euro. Pra, midis jetës së shqiptarit dhe gërnetës një këngëtari, Kryeministri zgjedh gjithmonë gërnetën, ndërsa lushnjarët dhe qyteti i Divjakës do të vazhdojë të presi me ditë, me vite, a kush e di se sa, për të pasur një shërbim cilësor. Është pa imagjinueshme nga këto zyra, nga ky institucion, ti tregosh ose kur i tregon ato pamje skandaloze që ka Spitali i Lushnjës. Dhe duhet të jap dhe një thirrje të fundit për gjithë ata që mendojnë dhe gjykojnë se me të pluguar lulishtin e spitalit gjen zgjidhje mjekësore, kjo nuk ka lidhje fare, kështu që sado që të lyni pemë me boj, apo të plugoni lulishtin e spitalit, asë zgjidhje nuk ka për qytetarët. Duhen medikamente, duhen pajisje, duhen patjetër dhe gjithë godinat që duken si stalla derri. Kur zgjidhni këto, atëherë koha e fundit është për plugimin e tokës. Spitali nuk negociohet për asgjë dhe për askënd. Shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë vetëm dje për të dhënë jo 10-13 miliona euro si që thonë sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion që ne të garantojmë që ata mira njerëz, të cilët kanë prerë bileta nga Europa, nga Amerika, nga Australia, 80 shtete, dhe janë më shumë, deri tani që flasim, më shumë se sa ata që blen biletat dhe erdhen për finalen e Conference Ligës. Ky event, nëse do të mbetej paralizuar, do të ishte një mundësi më pak për ekonominë e kryeqytetit.